Mario Mitaj është unik. Mbrojtësi i majt i kombëtares shqiptare është përfshirë nga SofaScore në formacionin e sezonit kualifikues për botrorin në Europë. Mitaj konsiderohet lojtari që ka bërë më mirë në krahun e majt të mbrojtjes. Ekipi ndërkohë përbëhet nga yjet e Holandës, Anglisë, Portugalisë, Spanjës, Belgjikës dhe Francës. Mitaj është me vlerësimin e përgjithshëm 7.62 për gjithë fushatën kualifikuese, duke qenë se luan tek Al Ittihad bie në sy si rast unik. Ndryshe nga pjesa tjetër, Mitaj nuk aktivizohet në Europë. 22 vjeçari ndërkohë mungoi në 2 ndeshjet me Anglinë, tek e para e kishte të pamundur për shkak dëmtimi, në të dytën u kursye nga Silvinho pasi rrezikonte të mungonte në play-off nëse ndëshkohej me të verdh, po ashtu për shkak dëmtimi humbi takimin. Në 5 sfidat e tjera ku Shqipëria barezoi 2 të parat e fitoi 3 radhazi, Mitaj luajti nga minuta e parë duke pasur impaktin e tij. Këtë tregon dhe vlerësimi përfundimtar si i pazëvendësueshëm.